Emri. Shërbëtore. Jona. Profesioni. Laj, pastroj, hekuros, mbledh për brekët e këtyne që i lejnë për kom. Guzhinjere. A jeni martuar? Për fatin tim të zi, po. Jo, sepse nuk besoj në martesë. Që ke mërzot? Që tha? Çfarë mendimi keni për tradhtin? Mendoj se tradhtia vjen nga një mungesë e madhe nga të dyja palët, kështu që mendoj që tradhtia është diçka që mund të ndodhë në një çift. Mira është të mos ndodhte, por është mos e kuptueshme që kur ka mungesa dhe tradhtia ndodh. Që thot mërzot i mod, që thot mërzot? Ja, s'jam dakord fare, unë mendoj që burrin që ka marrë nuk e tradhtoj kur, se i herë martohet robin me atë burrë se me atë grush shko deri në varr. A jeni pro divorcit? Jo, nuk jam pro divorcit, duhet me nejt me burrin për hir të kalamojve, për hir të familjes, se është tërp me angëllos atë ftyrën familjes se me nda me burr. Po, jam pro divorcit kur një marrëdhënie nuk shkon më, patjetër që jam pro. Divorci mendoj që nuk është fatkeqësi, por është zgjidhje. Çfarë mendoni për brezin e ri? Mendoj që po evoluohen dita ditës edhe është diçka shumë pozitive. Kanë hip për lesh. Këngëtare preferuar? Artiola Tosca. Gjensira Mirtezaj. Mjaft mi daj se lenon, mjaft. Një mesazh për gjithë femrat shqiptare. Pa, silluni mirë, shkonim shkollë, bonim punë shtëpie, mësoni me la, me gatujt, me shplasë, dhe shkoni ke burri, nuk ka mama mrapa, se të boni pastaj mësoni si goca ime që ka brekt ke bëtha ime, boni zonjat e vetës, respektoni burrin, duheni burrin, e ne për rafi burri sa gale se burri e në trefen e da. Për gjithë femrat shqiptare, patjetër, shkollohuni, krijoni independencën tuaj ekonomike dhe jo vetëm, boni femra të pavarura në jetë, mos të vareni as nga familja, as nga bashkëshorti, mos lejoni që askush të ushtrojë dhunë mbi ju, mos lejoni që askush t'ju shkel me këmbë, dhe uroj që femra shqiptare të evolojë sa më shumë, edhe të jetë një femër e pavarur dhe të jetoj jetën e saj e lumtur, mos rrinë në një marrëdhënie që nuk ju bën të lumtur, por jeni të pavarura dhe vendosni ju për jetën e juaj. Përshkruani njëra tjetra me 3 fjalë. Rëmujegjie, lapazone, hutaqe. Shumë e vjetrën, ndërhyn shumë dhe shumë e bezdisshme. Mangë shmutin.